Prizmës. Në aspektin ndërkombëtar është një situatë e çuditshme, jo vetëm për luftën në përgjithësi, po për marrëdhëniet thellësisht tashmë mendimin tim të dobësuara dhe të dëmtuara midis aleatëve. Normalisht që sulmi përmi Iranin është ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Izraeli. Dhe në botën, po themi, demokratike të majtë, sidomos Partisë Demokratike Amerikane, konsiderohet sikur Izraeli ka futur në kurth Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ka drejtuar drejt luftës për Iranin. Po kjo është një marrëzie e jashtëzakonshme, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë pasur fletë të mbushura dhe të pambushura përmi Iranin, në marrëdhëniet nga më të çuditshme, po sidomos për atë zonë e cila me Iranin nuk është në kontrollin e tyre dhe të biznesit. Dhe në këtë pikë rreziku i luftrave aty është i vazhdueshëm, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund ta lejojnë ose nuk mund ta perceptojnë, dhe jo vetëm në presidentin Trump, edhe Biden, edhe Obama, edhe Clinton, Bush, e tjerë me radhë. Gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas kërkesë për dominimin e zonës atje, jo vetëm të kanalit të ngushticës së Hormuzit, ku qarkullojnë pjesë e madhe e gregjës e karburanteve, që i merazia kryesisht, po ka edhe pjesë pastaj edhe për Evropën. Edhe kjo është pikërisht lufta në thelb. Interesat që ka Irani, pangopshmërinë dhe kërkesën e madhe të Kinës, njëkohësisht edhe marrëdhëniet me Rusinë dhe vendeve aziatike aty. Thirrja që bëri presidenti Trump që të bashkoheshin për të vu kontrollin, sidomos në ngushticën e Hormuzit, nuk u përgjigjen NATO, nuk u përgjigjet Britania e Madhe, nuk u përgjigjen shumë vende antare, dhe që kanë flota, që kanë fuqi të madhe ushtarake. Megjithëse bombardimet dhe gjujtjet nga Irani u bën edhe në interesat e këtyre vendeve. Sepse sigurisht kishin frikë për shkallëzimin. Në përgjithësi, sulmet amerikane dhe izraelite kanë shkaktuar humbje të jashtëzakonshme, kanë shkatruar bazën ushtarake ekonomike dhe shumë pjesë të po themi të aviacionit, flotës e kanë shkatruar. Njëkohësisht edhe rampat që lëshojnë, por është ndryshe të thosh i shkatrova, ndryshe ta kontrollosh pastaj regjimin. Kanë vrarë edhe shumë general, duke filluar me liderin suprem, mund të kenë plagosur edhe mund të jetë në gjendje jo të mirë edhe zëvendësuesi, cilët i përhapën fjalë dhe se është gay, i përhapën fjalë, janë fjalë që janë diskutuar më përpara, por kësaj radhe funksionojnë më mirë përhapjet e fjalëve. Njëkohësisht janë shkatruar shumë rezervat ushtarake të Iranit në tunelet, cilat shpërthehen me anë të bombave të mëdha, bombave të fuqishme, jo bërtamore, sigurisht me shumë TNT, si më thënë, të mëdha që vinë 6 ton. Dhe që futen në thellësi dhe aty shpërthejnë dhe hedhin herë dhe depot e sigurisë lartë që kanë. Megjithatë janë sulmuar vende, janë sulmuar Dubai, janë sulmuar Katar, janë mbrojtur, janë sulmuar ambasadat kudo. Problemi është që ngushtica dhe ai aty nuk u përgjigjen. Megjithatë Trump thotë që jam i zhgënjur me ju, jam i zhgënjur me të gjithë, por ne do ta vazhdojmë punën tonë sepse e kemi nisur dhe do ta marrëm. Ndërkohë lëvizja e karburanteve është çmimet janë në një farë kontrolli, po kontroll me shumë vështirësi. Janë zënë leje një farë mënyrë për rezervat që kanë nëpër det Rusia që t'i shesi edhe do të thënë Amerika ka vendosur ta prisë atë embargon e famshme, sidomos për këto rezerva, po ato janë rezerva miliardëse. Dhe mbetet pikërisht këtu sistemi. Të një lufte e cila sigurisht është bërë nga Izraeli dhe Amerika, edhe që nuk i bashkohen vendet e NATO-s edhe vendet aleate të Amerikës, dhe që normalisht pastaj kanë, si t'ju them tash, Trumpi ka një drejt. Këto vende nuk janë të përgatitura, kanë qëndruar gjithmonë në umbrellën amerikane. Dhe presin që Amerika t'i mbrojë. Dhe kur vjen puna që Amerika ju kërkon një farë, si më thënë, feedbacku ata nuk ja japin. Është tipike evropianëve dhe aleatëve. A është drejt t'ja japësh ndihmën,
unë nuk e di a është e drejtë të japësh ndihmën, ajo vlerësohet, nga fakti di që nuk përgjigjen. Dhe kjo është edhe politika e kohës sotme, dhe kjo është thyshmëria ose pamundësia për t'ju besuar këtyre vendeve, është e pamundur që t'ju besosh. Vendet që janë aleat janë edhe në gabim aleat, edhe duhet veprojnë në këtë lloj drejtimi, duhet që patjetër të qëndrojnë aleat. Duke bërë vërejtje, duke qenë të qartë, po janë aleat. Nuk verifikohet kjo punë dhe shumë e vështirë. Ndërkohë që mbrojtjen, ombrellën amerikanët e kërkojnë. Edhe Trumpi këtë thotë. Ne kemi harxuar triliarda për t'i mbrojtur ata. Një herë që kemi një thirrje për të na ndihmuar nuk ndihmojnë, megjithatë nuk na bërë përshtypje, jemi mësuar që të luftojmë vetëm me Amerika, shteti më i fuqishëm i botës, nuk pyet për kërkën. Këtu pastaj shfaqet arroganca, shfaqet shumë element të presidentit Trump, por që në fundit arrogancë, pa arrogancë, ky është realiteti dhe këtë realitet tash e njohim me këto dy lloj mënyrash. Arroganca dhe prepotenca e Trumpit, po njëkohësisht edhe dobësia dhe pamundësitë, një farë mënyrë edhe jo mbështetja e aleatëve. Kjo është më se e qartë. Pastaj interesat ekonomike mund të bëjnë nesër edhe marrëdhënie të nga më të çuditshmet. Sot për shembull thohet që Hormuzit, pjesa e kanalit ngushticës është më e kontrollueshme, kanë kaluar edhe anije, janë lejuar anije të kalojnë. Pra, mund të ketë marrëveshje të ndëshme, nuk i dihet, Amerikës edhe Trumpi si paparashikueshëm. Ai mund të bisedojë edhe me atë që dje e ka vrarë, dhe mund të krijojë edhe situata të tilla, siç ka krijuar në Venezuelë, siç ka krijuar edhe në Kubë në kohët e fundit. Kështu që në këtë pikë llogarit nuk i kanë bërë mirë shumë aleatët me presidentin Trump, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën e sotme. Po ju nuk i kanë bërë mirë, po si kanë bërë hiç. Në këtë pikë nuk di çfarë të them, se ku qëndron e drejta, dhe që ku ka të drejtë, këtu kemi të bëjmë me afare, kemi të bëjmë me biznes. Pra, këtu duhet të pas shumë kujdes. Edhe bombat që kanë kërcitur, edhe viktimat, edhe gjitha janë pjesë e një biznesi. Ne duhet ta kuptojmë shumë mirë këtë. Ose u vu nën kontroll, ky lloj biznesi nuk ka për qenë gjithmonë do të ketë bomba. Jam dakord krejtësisht aty është një regjim antipopullor, është një regjim teokratik, kriminal, vret njerëzit e vet. Ai regjim duhet rrëzuar, nuk është regjim për të mbajtur në kam. Por janë po këto vende që po bëjnë sherr sot me njëri tjetrin dhe me Iranin, të cilët ja kolipostun, i hoqën mbretin dhe i dhanë mundësitë ajetollave dhe atij revolucionit famshëm islamik që të merrte pushtetin në Iran. Nuk është se janë vende të tjera, këto vende janë. Më mos ishte Bashkimi Sovjetik, është Rusia, po është e njëjta gjë. Amerika është e njëjta gjë, Franca është e njëjta gjë, Britania është e njëjta gjë, Kina është e njëjta gjë. Pra, e gjithë kjo mesele duket sikur është vetëm Izraeli me Amerikën. Në të vërtetë janë gjithë vendet që kanë interese aty. Dhe këto vende që bëjnë sherrë duhet bëjnë patjetër edhe një farë mënyrë uljen e sherrit për mos të zgjeruar. Një vend i madh prej 9 milionësh, 80 milionësh që është Irani, nuk është i pushtueshëm. Është më mirë të ndrosh regjimin, sigurisht, se sa pushtimi, sepse askush nuk do një pushtim të një vendi të tillë. Jo vetëm një vendi të tillë, por një vendi të vogël. Nuk është e rëndësishme fare se sa është madhësia, sidomos Irani. Po pastaj nëse bëjmë fjalë për atë gardën e tyre, këto, pastaj aty ose furnizimin e kriminalit kudo që është në ke Hezbollah ose ke Hamasi dje kudo, këto janë çështjet e një diktature e cila sigurisht nuk ri rahat. Dhe s'ka për të nejtë kur rahat, po nuk u dëmtua. Është dëmtuar në forca ushtarake, është dëmtuar në prodhimin ushtarak, është dëmtuar në flotë, është dëmtuar në ekonomi, është dëmtuar, nuk ka diskutim. Amerikanë po bombarduan, izraelitët po bombarduan, kanë vrarë shumë udhëheqës të dëmtojnë. Regjimi nuk mund të harxojë dot me këtë formë. Prandaj edhe aleatët duhet të mblidhen të japin një fund kësaj pune. Duhet të pranojnë një kompromis për të dhënë fund edhe çështjes ekonomike. Nëse e mbajnë ekonomikisht në kontroll, sigurisht pastaj aty ndrohen edhe regjimet në mënyrë më të mirë, më të dukshme. Dakord, kjo ishte pjesa e parë. Pjesa e dytë është prapë ndërkombëtare, por që ka të bëjë me vendin. Kim Jong-un është zgjedhur, domethënë i Koreas Veriut është zgjedhur me 99.93% votave dhe e kanë thënë gjithë redaksitë të shtatat më të mëdha në botë. Dhe nuk e di se kush dreqin pas ka qenë ai që pas ka votuar kundra. Çfarë mund të psojë ai?
ose nuk e di, mbase ka marrë urdhër që ti dhe ti do pushkatoheni, por do të votoni kundër që unë mos dal 100%. Gjithsesi është zgjedhur. Edhe të gjithë i thonë çive diktatori. Mirë po, unë po bëj një pyetje, e ç'dallim ka ky diktatori me fjala prej Sali Berishës ke Partia Demokratike? Se nuk është problemi se sa përqind zgjidhet. Me fjala Sali Berisha mund dali 87%. Qofse i del kush para, mund të jetë një konsideroj 100% votave. Puna është kush i del përpara. Kim Jong Unit nuk i del kush përpara. Po Sali Berishës kush i del përpara? Kam përshtypje po bëri zgjedhjet edhe Edi Rama, kush i del përpara? Fatmir Mediut që ka 300 vjet. Kryetar partie, masiv diq, i gjori Sabri, kryetari partisë, Godë. Kush i del përpara? Këtyre kryetarëve të partive që janë të përjetshëm, kush i del përpara? Kush? Ha? Pra, çfarë dallimi kanë prej Kimit? Pse s'ka Kimi pluralizëm, po është më i sinqert se sa këta. Këta kanë shpallur pluralizmin kot, vetëm që të justifikohen, që të veprojnë si Kimi, po t'ju thuhet që janë në demokraci. Pra gjithë janë si Kimi këta, gjithë. I pari edhe i pa i zëvendësueshmi është Sali Berisha. Po në ato ujëra është edhe Edi Rama, vetëm ai zgjidhet, kush i del përpara atij. Sigurisht është në fitore dhe s'ke çaj thu, pavarësisht se Berisha thot ky i vjedh zgjedhjet, Berishës gjithmonë ja kanë vjedh. Tregojnë palë zgjedhje që s'e kanë vjedh Berishës. Ose me cilët ambasador, si më thon ka shkuar mirë, me cilët ambasador amerikan ka shkuar mirë Sali Berisha. Edhe ato evropian. Tash i ka shpallur në grada vllau Tinin për shembull. Ajo thotë është shatë në gjitha mënyrat, ç'është shatë, ç'është i thotë. Tash i thotë këtij Gonzatos, i ka thënë edhe atij tjetër italian tjetër, sigurisht po kujtohet emri tash. Pashtu i thoshte gjithë ambasadorëve amerikanë, me Witherspoon, me Arvizu, me gjithëve, kush ishte, Marisa Lino nga Gati Evrau. Kujt ambasador nuk u prish ky, me cilët. Le atë, që i thoshin kineze, komuniste, që ishte. Pra, ky person i cili është haptas kundër perëndimit, se ka mirë me një ambasador amerikan. Gjithë, as me ambasador europian, as me kërkan. Me e ka mirë Sali Berisha. E ka mirë vete me folk bolshevizmin e vetë. Kush i del përpara këtij njeriu në Partinë Demokratike, Salinjani? Të shohim këto dy nxjerrin përpara dhe si do bëjnë. Pra, Kim Jong Uni është shumë më i ndershëm se sa këta. Sepse ai nuk shpall demokraci edhe ta rënoi demokracinë duke vepruar si diktatur. Ai thotë unë jam diktatur, bëj diktaturën, zgjidhem diktaturë edhe jam i fuqishëm si diktatur. Sali Berisha thot, jam në demokraci edhe jam si Kim Jong Uni në pikërisht demokraci. Jam Kimi i demokracisë. Prandaj janë edhe të pa jo vetëm të pa përshtatshëm, por janë edhe të pa lezetshëm, janë edhe të shëmtuar. Janë njerëzit më nuk e di, derbeder, ka i fjalë bukur Noli, të këtij vendi të cilët të shëmtojnë, të bëjnë që të jetosh keq në vendin tënd. Nuk ka më të keqe se sa abuzimi me lirinë dhe me demokracinë, shkatrimin, përdhunimin e lirisë si bëjnë këta, edhe gjendjen kot në demokraci, tallen me të, e kanë marrë për dorë, e kanë nxjerrë trotuare për dorë për prostitut, dhe pastaj shesin me demokracinë. Shajnë njëri tjetrin për treguar se kanë pluralizmin e madh, demokracinë e madhe, në të vërtetë si Kimi janë gjithë. Të gjithë sundojnë si Kimi, dhe të gjithë kanë dëshirë të jenë si Kimi, ose ne s'kemi nevojë të kemi Kimin, ne kemi shokun në verë për ta imituar. Mos jetë shoku në verë është një diçka tjetër që i ngjan shokut në verë. Por në këtë pikë shoku në verë dhe Kimi janë të ndershmit. Gjithmonë thoj se them, përse i përket popullit ata janë kriminal, por të ndershmit, sepse atë që thonë atë bëjnë. Thonë diktaturën dhe bëjnë diktaturën. Ndërsa këta thonë demokracinë dhe imitojnë dhe fusin lojë pikërisht diktaturën. Në fund këtë janë bërë disa, kjo kthehemi në Shkodër, janë bërë disa prishje në Shirokë dhe
fillim sezonit tash. Edhe pse? Sepse shumë për atyre që janë pa leje, mirë që janë pa leje, kanë një vend lokal tyre pa leje. Por në palojshmërinë e tyre shtojnë edhe katën tjetër si. Kjo është çmenduri që ndodh vetëm te shqiptarët. Është një marrëzi kolektive e jona, e cila nuk ka për të shëruar kurrë. Këta e kanë shëruar vetëm diktaturat ose nuk e di, fashizmi ndoshta, nazizmi s'pati kohë, po fashizmi edhe komunizmi. Nuk kanë lejuar gjëra të tilla. Nuk ja merrte mend se të ndëshkonin me herë. Në kohën e sotme sigurisht je pa leje aty ku je dhe shton katin e dytë, vazhdon katin e dytë. Dhe kështu shkon fadroma ta prish komplet. Nuk mund të ketë më absurde dhe më ignorancë dhe arrogancë se sa kjo. Nuk mund të ketë, nuk mund të ekzistojë. Por kështu është, kështu funksionon. Dhe jo një vend e dy vende. Shpërtar të keq, nuk është një vend e dy vende. Është kudo. Është kudo. Kudo. Që kanë shpikur edhe legalizimin. Legalizimi është ta legjitimosh hajnin, zaptimin. Është vetëm në këtë vend. E ka bërë politika, e kanë bërë gjitha partitë, e ka bërë PD, e ka bërë PS, e kanë bërë gjitha. Për faqet zezë janë në një hale, një grop haleje, gjithë bashkë. Që të them? Nuk ka asnjë fjalë që e përshkruan të keqen e madhe që e ka kapur këtë vend. Jo mori Enveri tokat, pronet e gjitha, por nuk ja dha askujt tjetër. Erdhën këta, të gjitha të pluralizmit, edhe filluan grabitin. Përfituan vetëm ata që ishin të fortët, që kishin politikën mrapa, që i besonte Sali Berisha, që ngritën flamurin, që zbatuan një ligj kriminal për mipronën, dhe që pastaj pasuan dhe socialistët me të njëjtën formë, ose pothuaj të njëjtën formë. Duke zaptuar, duke shfrytzuar çdo lloj pronësie e cila nuk ju takonte, dhe duke lënë gjithë tjerët që ishin pronarë të vërtet me gishtë në gojë. Është kriminale, është e pa përtypshme, është të bën që të humbush gjitha lloje shpresat, po kështu është. Përfitojnë vetëm zaptues, kriminal, horra, derbeder, folklorik, njerëz të hurit e të litarit, dhe qytetarët gjithmonë janë shtypur, janë kaluar në periferi, edhe një farë mënyre mirë ju kanë bërë, sepse asnjëherë nuk janë mbledhur t'i bëjnë ballë sulmit banditesk, politik, folklorik, kriminal që është bë pjesës urbane, sidomos qytetarëve të Shqipërisë, kudo. Qytetarëve në Shkodër, qytetarëve në Tiranë, qytetarëve në Durrës, qytetarëve në Berat, në Korçë, në Vlorë, kudo në Elbasan, kudo në qytetet e mëdha, edhe në qytetet e vogla. Në mënyrë kriminale. Sulmi dhe parimi fshatit rrethoj qytetin, të grabisin çat munden, të binë, të kërcënojnë, të marrin me zorë gjitha dhe pastaj të kenë edhe gjykatat e tyre, prokurorët e tyre, se shumica janë folklorik kriminal dhe njëkohësisht në parti mbrojtjen nga folklorik kriminalet aty. Dakord miqtë mi, këtë desha të them.